Këto dytë, unë jam në ethët e zgjedhjes, ethët e gjyqit. Si që kam informu juve miqtë dhe shokët e mi, në Korrik, unë kam një gjyq të madh. Edhe gjoja më kryesore është juria. Juria është ajo që do të ndaj shapin nga sheqeri. Juria quhet një grup njerëzish, 13 veta, e di që do kemi, do të zgjedhim 13 veta që do të përcaktojnë faktet. Unë do them këto fakte janë më mu, kanë ndodhur kështu edhe në bazë këtyre fakteve ju do të mjeti të drejtën mu. Kurse pala kundërshtare do thonë këto fakte nuk janë kështu si thotë Sami jo, po janë kështu si themi ne, edhe ju do të na jepit të drejtën neve. Pra janë dy palë kundërshtare që kërkojnë të mushin mendjen një grupi njerëzish prej 13 vetësh, që janë njerëz të zakonshëm, vijnë nga fushët ndryshme të jetës, se kush ka të drejtë. Edhe gjoja më elementare, më bazike edhe më rëndësishme, këtu është të zgjedhësh njerëzit që do të gjojnë këto faktet edhe do të përcaktojnë se kush ka të drejtë në bazë të fakteve. Mi po, kjo është gjoja më e vështirë njeriut. Pse dë, thonë ju? Për arsye se në të shumtën e rasteve, faktet s'kan pikë rëndësie. Mënyra se si fleti nuk ka pikë rëndësie. Mënyra se si ti e prezanton veten nuk ka pikë rëndësie. Rëndësi ka personi që dëgjon faktet. Për shembull, kur kam ikur nga Shqipëria, divorci s'ka qenë një fenomen i zakonshëm. Ka qenë jashtëzakonisht i rrallë divorci. Edhe po të ndashin nuk ka qenë ai problemi i madh, për arsye se s'ka pronë. Kur nuk ka pronë për të nda, divorcet janë të lehta. Në shumtën e rasteve, fëmijët i ka marrë familja e burrit. Nuk e jepte gruas, por ka pasur raste që për një arsye tjetër gruaja i ka marrë fëmijët. Po kjo s'ka qenë ai problem jashtëzakonisht i madh. Mirë po, tashti mendoj që do të ketë ndryshuar në Shqipëri ku ka shumë pronarë. Problemi është, për shembull, kur një çift ndahet, edhe kanë shumë prona e pasuri, edhe gjyqi do të përcaktojë se kujt i takon çfarë, edhe këtu nis pastaj ke prona, nis sherrri i madh, nis debati i madh. Zgjat gjyqi ndarjes me, nuk e di në vende të ndryshme këtu mund zgjas 2-3 vjet. Pra kur ka prona dhe fëmijë në mes që do ndahen pronat kryesisht. Edhe pse do t'rregoj juve këtë shembull? Do t'rregoj se audienca nuk intereson e drejta. Nuk interesojnë faktet. Intereson lidhja që ka me personin. Për shembull, në qoftë se ti je grua mashkull, ti je nda nga bashkëshorti, çfarëdo që thot bashkëshortja jote që është e familjes tjetër, sa do të drejt ketë, familja jote do të marrë gjithmonë krahun ta do të besoj. Do të besoj me gjithë atë, me çdo pore të inde, me çdo ind të vetvetes, me çdo qeliz, me çdo pikë gjaku beson se ti ke drejt. Nga ana tjetër familja dhe farefisi i gruas
do të besoj me çdo mënyrë, me çdo formë, nuk ka burr nonët jam ushë menjen që ti ke drejtë dhe ajo vajza e tyre. Pra, është shumë e rëndësishme jo faktet, jo ti, jo mënyra se si fleti, por ai grup që ti zgjidh. Për shembull, e marrin fare thjesht kur do bëhen zgjedhjet në Shqipëri. Më duket se nesër bëhen zgjedhjet, sot nuk është ditë zgjedhjesh. Në qoftë se është një grup socialistësh, edhe një kandidat i PD-s vjen atje, edhe çfarëdo që të thot ai, sa do të ketë drejt ai kur nuk do t'ja mush mendjen atyre t'i japin votën këtij kandidatit PD-s, për arsye se ata janë me Partinë Socialiste, nuk u intereson asgjë në botë se çfarë ti thu, sa të drejtë ke ti, faktet janë me ty, ato të ardhmet që s'janë fakte, premtimet, po faktet janë me ty. Pra, vëllezër e motra, kjo është gjoja më elementare, por dhe më e vështira në botë të zgjedhësh jurinë. Pse them të zgjedhësh jurinë? Për arsye se kur shkon në gjyq, ditën e parë, përpara se të fillojë gjyqi, të dy palët, për shembull edhe unë, edhe pala kundërshtare, do të seleksionojmë jurinë. Pra nga njerëzit vinë nga fushat ndryshme, i çon kështu e zem kompjuteri në këtë zonë, ka gjyq nesër, i çon në shtetësve, random se thot, i zgjidh kështu në mënyrë, nuk i zgjidh kush, po qëllon e lapsi shorti, dikush mund të qëlloj që është avokat vetë, dikush mësus, dikush pastrus, dikush ndërtues, usta, edhe mushet dhoma aty me e zem nga 70 veta, 100 veta. Pra 100 veta janë aty, kanë ardhur dita, edhe ne do të zgjedhim të dy. Një zgjedhon për shembull, një zgjedh pala kundërshtare. Mi po ne s'dim asgjë, vetëm ca pyetje elementare do lejohet me bë. Për shembull, ku punon, a ket pas kontakte me personin me mua, po të ket pas kontakte me mua, e një sa më gjoka, pyet gjyqtari gjithë. Dikush thot po. Ai që është kundërshtari im, e eliminon atë e di se ka listën e emrave. Kurse pyet tjetrin, a e njeh këtë personin që njeh këtë që ka një mik që është pronari i kazinos, ai thot po. Në momentum do ta heq atë nga lista. Pra unë heq nga lista sepse ai do të marrë krahun e tij. Pra ne nuk bëjmë zgjedhje. Ne bëjmë diseleksionimin me laf përjashtimin. Unë përjashtoj një, tjetri përjashtoj një, i përjashtojmë, heqim ato që na duket neve, e shikon sy, edhe thu, mos e kam qef këtë njeri, këmë fut atë, më jep një bezdi, më jep një siklet kur e shikoj, po dhaj ty siklet, edhe ti jep siklet e ti, për shembull. Pra ti e shet në detyrë, po sa herë gabohemi ne? Ai që duket i mirë deli keq, ai që duket i keq deli më i miri. Pra shumë e vështirë të bësh zgjedhjen, të bësh seleksionimin. Edhe seleksionimi që ti ke bërë mund të jetë komplet gabim. Pala kundërshtare që kam unë, ato kanë mbi 100 veta, ca janë psikolog, ca janë që mundohen ta parapregatisin personin që do bëjë zgjedhjen. Kurse unë kam ato hamendjet e mia, edhe që mund të jenë gabim. Por edhe një herë, vështërsia më e madhe që ka njeriu është zgjedhja e audiencës, zgjedhja atyre që janë përsektuar të jenë juria. Pra mos zgjedhja është më mirë, heq ato, kanë ardhur 100, unë heq një dhe metemi ka ato 13 të fundit. Kjo është ajo ankthi. Ankthi tjetër pastaj është si do ta prezantosh ti atë çështjen tate. Tashti çdo njeri që lind në këtë botë, që jeton në këtë botë, është një avokat i mirë, po një gjyqtar i keq. Çdo kush në këtë botë
vëllezër e motra, është çdo ditë një avokat i mirë, por një gjyqtar i keq në jetën e përditshme. Jeta nuk është gjë tjetër. Jeta është një sallë gjyqi. A jeti në shtëpinë tënde, a jeti në punë, a jeti në shkollë, a jeti në ushtri, a jeti në rrugë në Mërgim për të marrë çdo ditë. Ne nuk e kuptojmë, por çdo ditë, çdo kush në ne është një sallë gjyqi. Fjala vjen thjesht në shtëpinë tënde. Sa çdo ditë ka një sherrë, një shamat, ka një çështje që duhet zgjidhur. Edhe midis vllajt dhe motrës, edhe ne çdo ditë e dëgjojmë dhe japim drejt njërit apo tjetrit. Çdo kush është avokat perfekt. Edhe po jetoja se unë shkoj në kohën kur unë jam rrit, gratë për shembull nuk kishin intelektin e burrit, se sapo kishin dalë nga shtëpitë e mbyllura, kishin dalë në kooperative dhe akoma nuk ishte inteligjenca në nivelin e burrit, ku ka qenë gjithmonë jashtë. Po edhe gratë që s'kishin dalë bile në kooperativë për shkollë, që rrinen atje në përfshatra dhe ziheshin me njëra tjetrën. Gratë, ziheshin shumë atje në fshat me njëra tjetrën, të paktën nga fshati ku vi unë, por qona koti, hyni pulat e gardhi im, e ku të diu, budulli që me kjo fëmija jote rrafi fëmin tim. Ziheshin e boshin si qenë. Mi po të vinin pastaj, qoftë fare fisi, familja e grus tjetër, qoftë të kësaj gruje, edhe t'i venin para akuzës se cila nga këto gratë, e mbron veten me një avokatëri që s'ka avokat në botë të mbroj me aq zell, edhe me aq saksi, edhe me aq vërtetësi, edhe me aq bindës të bind. Këdo gruaj që shkosh gjashti, sikur t'jen zonë për gjonat më të kodhi, po shkon gratë sot i ka fut Edi Rama, janë të gjithë deputete, nuk po flasim për gratë sotme, se unë nuk e njeh ata jetën mirë në Shqipëri, po flas për çikushme, po shkojmë ke gjoja fundi i shoqërisë. Jo për nga zemra, por nga sjellja, logjika, e megjithatë të gjithë janë avokate perfekte. Bën punën shumë të mirë se çdo lloj avokati që ka marruar avokatorin kudo në botë në shkollat më të mira të avokatorisë. Çdo person është një avokat perfekt në jetën e përditshme. Edhe ai që dëgjon është gjithmonë një gjykat shumë i keq, një jurist shumë i keq, gjithmonë anon të krau vetë, raste jashtëzakonisht të rralla që anon me të drejtën absolute. Pra, dhe shkojmë gjyq. Për shembull, janë këto teoricienët këtu në Perëndim që tregojnë se çfarë do të zgjedhësh. Për shembull, po të vim në Amerikë, fjala vjen. Në qoftë se zem ti ke hedhë në gjyq qeverinë ose policinë, polici ty të ka raf, të ka maltratu me të pa drejt. Edhe ti thu që polici më ka raf, më ka maltratu me pa drejt, e ka hedhë në gjyq policinë dhe shtetin. Kurse policia dhe shteti vjen edhe thotë që ne nuk e kemi prek. Ne jemi sjellë shumë profesional. Ne deshëm të arrestojmë të në mënyrë më profesionale që ekziston, për arsye se ne këtë punë bëjmë. Ne jemi këtu të mbrojmë edhe këtë person që kemi arrestu nga padrejtët të tjerëve dhe shtetin e gjithçka. Edhe kur ne kemi detyrë për të arrestu dika, është se ka dhënë gjykata do të zbatosh, apo se shohim kështu na duket krimi, ai mund dali pa fajshë. Ne kemi shku thjesht të arrestojmë. Ai është që na ka kërcënuar neve. Shikojeni me kujdes. Pra të dy palët kanë të drejtë. Në këtë raste, për shembull, kur ti hedh në gjyq, fjala vjen shtetin, këto teoricienët shpjegojnë që ti në qoftë se do të fitosh gjyqin, ti merr ato njerëz që nuk besojnë te qeveria, që nuk besojnë tek policia, që nuk besojnë tek drejtësia, që besojnë se çdo gjë që është ekziston me mbrojt të pasurit, me mbrojt ato me pushtet dhe jo njerëzit e varfër. Pra tha, ti merr njerëzit më të varfër dhe kryesisht njerëzit që e vujnë më shumë diskriminimin shtetëror, dhunën policore. Në Amerikë kryesisht janë për shembull minoritetet, kryesisht janë zezakët. Ato e kanë vujt më shumë përsekutimin policor, arrestimet gjoja pa të drejtë, pa justifikime, apo maltratimet
arrestimeve, keq përdorimin e forcës. Kështu që në qoftë se ti merr njerëz, thonë teoricienët, në qoftë se ti shkon në gjyq, je në gjyq me shtetin, kundër shtetit, kundër policisë, ti duhet zgjedhësh të zinj zezak, se edhe si kur qeveria të ketë drejtë të ka një urrëtie të mrenshme, të trashëgume, që do t'japin ty drejtë dhe do t'jenë, nuk do të ngjojnë faktet dhe kur t'i ngjojnë, do t'i ngjojnë, do t'i sheqarosin, do t'i mëlsojnë që ose faktet nuk janë me ty. Nuk do të... Pra ti mirë po thot, ti e me herët, po vjen me një të keqe të madhe, ajo që merr, sa i ty t'jep drejt, po s'tjep lek. Për shembull, edhe jevgjet, të marrësh jevgjet dhe harriçit. Tash jevgjet dhe harriçit nuk janë siç kanë qenë në kohën kur isha unë. Për shembull, një jevgje tash është kandidate për Partinë Socialiste të bëhet deputete dhe qeverisë gjithë Shqipërinë. Unë flas për jevgjet dhe harriçit asaj koha kur u rrita unë, ku ishin të papërfill. Pra, në qoftë se ti do të hedhesh në gjyq, për shembull, e zem, shkojmë në kohë, e çojmë kohën mbrapa në atë kohë, kryetari në kooperativës apo kryetari një ndërmarrje apo ku do të diun që nuk të kisha dhënë ty të drejtën dhe të kishe çuar në punë të rëndomta. Është mirë ti marrësh jevgjet nëse jevgjet kishin pak dinjitet, po aq kishin horizontin, se do të jepshin drejtën ty, por ta japin drejtën kot, se t'japin parë. Për arsye se nuk e din vlerën e lekut. Në qoftë se ti duhet merrje, për shembull, 20 milion euro me gjyq, ato ty do japin drejtën, po t'japin 1000 euro. Pra, është jashtëzakonisht e vështirë. Kjo zgjedhja e juristëve. Pra, tash unë po mundohem se çfarë edhe si të zgjedh jurin. Në qoftë se dikush nga ju që më dëgjon, se çdo njeri në këtë botë është një avokat perfekt i vetës së tij, por gjykatës jashtëzakonisht i keq. Gjithë ne jemi gjykatës jashtëzakonisht keq. Gjithë ne lejmë anën subjektive kur i ndajmë gjonat, secili nga ne. Kur njëri i dashur i zemrës sonë ka qenë konflikt me një tjetër, të gjithë ne i kemi dhënë të drejtën gjithmonë. Njeriu tonë, sikurse edhe kundërshtarit tonë, njerëzit e vet i kanë dhënë të drejtë. Kjo pra se jemi të gjithë gjykatës jashtëzakonisht të këqij, edhe jemi të gjithë avokat jashtëzakonisht të mirë, që dimë ta tregojmë atë ngjarjen që kanë ndodhur në interesin tonë, se ashtu e shohim. Pra, çdo njeri, jo ai që përgatitet për gjyq, por që ka lindur në këtë botë, është njeri i zakonshëm, është gjyqtari më i mirë i vetes së vet, por jo kur shkojmë në kort, në gjykat. Kur shkojmë atje, është diçka tjetër. Atje nuk jemi më njerëz, nuk jemi më normal, nuk jemi më si në jetën e përditshme. Janë sa limite, janë sa përkufizime që pastaj vjen ajo ekspertiza profesionalistit se kush e tregon më mirë. Pra e humbim në moment që jemi në gjyq, e humbim ato, po kur jemi në jetën e përditshme jemi krejt ndryshe. Edhe tash në jetën e përditshme, unë jam mëse i hapur dhe kam nevojë për çdo lloj këshille që mund vi nga çdo kush, privat ose këtu, të më tregoj si duhet veproj unë, kë duhet zgjedhun a dite, sepse jemi në luftë. Unë do mundohem të zgjedh 6.000, ne lejmë 13, po seleksionojmë, do të mundohem të heq nga 70 për shembull, do hiqen e zem, do hiqen 60, do ngelen vetëm 10, 30 do e heqon. Unë do heq gjithmonë ato që më duken që s'janë në anën time. Ato që s'ma më shmenje që do votojnë për mua, në s'prish punë se çfarë do themon. Ato tjerë do heqen ato që do mendojnë që ky person voto për Samiun, je për ne, do jap drejt Samiut. Mirë, po është jashtëzakonisht e vështirë që ti t'jesh e të zgjedhësh, tamam njeriu edhe zgjedhjen më vendimtare në jetë, për të shu jetën përpara gruan apo burrin e vet, asnjëherë s'ka qenë perfekt. Edhe në qoftë se është heq ka qenë një aktor i mirë gjatë gjithë jetës, për arsye se çdo kush në fshehtësi ka thonë atë vargun e Frostit. Duket Robert e ka harrova emrin atij poetit të madh. Çfarë do të kishte ndodhur?
po të kisha marrë rrugën tjetër, çfarë do të kisha nda, po të kisha marrë një kruk tjetër apo një burr tjetër. Pra çdo kush nga ne zgjedhjet, edhe zgjedhjen më vendimtare për jetën e vet, e ka po të gabume, ose jo komplet të perfekte. Edhe çdo kush për çdo zgjedhje ka pas, qoftë në fshëtësi, qoftë hapur, dikur një pendes. Jo, po ditët më jepni mu një këshill për këtë momentin e parë në hapjen e ditës së gjyqit që do jetë sjellja e juris, unë jam përpres. Sa më gjoka, ju përshëndet edhe shqipot.